Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Shreveport në Louisiana, ku të paktën 8 fëmijë kanë humbur jetën pas disa të shtënave me armë në lagjen Cedar Grove në orët e para të mëngjesit të së dielës. Sipas policisë lokale, viktimat janë të moshës nga 18 muaj deri në 14 vjeç, ndërsa disa persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Raportohet se 2 gra janë qelluar në kokë, por kanë mbijetuar, ndërsa një djalë i vogël është plagosur pasi u hodh nga një çati në përpjekje për t'i shpëtuar sulmit. Sipas autoriteteve, në total janë qelluar 10 persona, ndërsa ngjarja përfshiu 3 vende të ndryshme krimi. Të shtënat e para u raportuan në bllokun 300 të West 79th Street pranë Linwood Avenue. Në vendngjarje u angazhuan 10 forca policie, ndërsa autoritetet identifikuan edhe 2 skena të tjera të lidhura me incidentin, një në rrugën Harrison dhe një tjetër në Bossier Parish. Sipas hetimeve paraprake, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për shkaqe familjare, ndërsa rrethanat e plota të sulmit mbeten ende të paqarta. Autori i dyshuar është një burr i cili u largua nga vendi i ngjarjes dhe u ndoq nga policia deri në Bossier Parish, ku qellua për vdekje pas ndjekjes. Shefi i policisë Wayne Smith prit të ditur se i dyshuari u qellua për vdekje nga efektivët gjatë një ndjekjeje me automjet. Ai deklaroi gjithashtu se disa nga fëmijët e plagosur kishin lidhje familjare me autorin e dyshuar, ndërsa e ka cilësuar vendngjarjen si një skenë masive krimi dhe të pazakontë për përmasat e saj. Autoritetet shtetërore kanë marrë drejtimin e hetimeve, ndërsa dyshohet se autori kishte lidhje me persona në zonën ku përfundoi arratisja. Hetimet vijojnë ndërsa autoritetet po punojnë për të zbardhur motivin dhe dinamikën e plot të një prej ngjarjeve më të rënda të kohëve të fundit në SBA. Gjatë një konferencë për shtyp të mbajtur përpara rezidencës ku ndodhi një nga të shtënat, autoritetet u shfaqën të tronditur, duke kërkuar durim dhe lutje nga komuniteti, ndërsa vazhdojnë të hetojnë skenat e shumta të krimit. Nuk mund ta imagjinoja se si mund të ndodhë diçka e tillë. Kjo është një situatë tragjike, ndoshta tragjedia më e keqe që kemi përjetuar ndonjëherë, u shpreh Tom Arsenault, kryebashkiak i qytetit veriperëndimor të Louisianës me rreth 180.000 banor.